Autobusi I cili gjendet mbrapa meje vazhdon të mbetet prova e pak kontestueshme edhe në gjykatë, por edhe nga prokuroria për atë se çka ndodhi në Glloxhan me 26 nëntor 2021. 3 persona kishin vdekur pas gjuajtjeve me Kalashnikov, e targeti ishte autobusi I cili vozitej nga një shofer me inicialet GG. E brenda autobusit ishin edhe 2 nxënës, të cilët po ktheheshin nga shkolla me transport, të dy të moshës 17 vjeçare, të cilët vdiqën si pasojë e plagëve të marra nga të shtënat me Kalashnikov. Dyshimet ishin se e gjithë ngjarja u shkaktua për hakmarrje. E ata të cilët dyshoheshin dhe akuzohen se shkaktuan tragjedi në Glloxhan në nëntor të vitit 2021, janë Halil Mehmetaj bashkë me 2 djemt e tij, Kastriotin dhe Kreshnikun. Vëmendja te ky autobus, I cili e përmenda edhe më parë, pra vazhdon të mbetet dëshmi e pakontestueshme, është sepse gjykata themelore e 5 gjatë ditës së sotme shpalli edhe vendimin për 3 të akuzuarit nga prokuroria themelore e 5. Babai Halili bashkë me 2 djemt, Kastriotin e Kreshnikun, sot dolën para trupit gjykues për të marrë edhe vendimin në lidhje me veprat penale të vrasjes së rënd, shtytjes në vrasje dhe armbajtjes pa leje. Prokuroria kishte bërë të qartë në akt akuzën e saj se vrasja ishte bërë për qëllime hakmarrëse ndaj shoferit të autobusit, duke I lidhur vrasjen me një vetë vrasje të HM në vitin 2020, e cila ishte bija e të akuzuarit Halil Mehmetaj. Babai Halil Mehmetaj dhe 2 djemt Kreshniku e Kastrioti dyshohet se nën motivin e hakmarrjes në mbrëmjen e 26 nëntorit 2021 kishin gjuajtur me Kalashnikov në drejtim të autobusit, ku kishin mbetur të vdekur 2 nxënësi të moshës 17 vjeçare, L.H dhe G.M, si dhe shoferi I autobusit G.G. Babai, Halili, akuzohet për shtytje në vrasje të rënd, ndërsa Kastrioti dhe Kreshniku për vrasje të rënd në bashkëkryerje. Për shtytje në vrasje e për ekzekutim të vrasjes, janë liru prej akuzave babai me 2 djemt. Por gjykata I ka gjetë të fajshëm në një vepër tjetër penale, atë të armbajtjes pa leje. Kastrioti është liru prej veprave për armbajtje pa leje, ndërsa Kreshniku është dënuar me 1 vjet burgim, e babai I tij Halili është dënuar me 3 vjet burgim. Prokurorja rastit, Sahide Gashi, ka vënë disa detaje interesante në akt akuzën e ngritur për vrasjen e 3 fish në Glloxhan. Ajo kishte shkruar në akt akuzë edhe disa veprime që dyshohet se I ka bërë babai Halil Mehmetaj në ditën e varrimit të vajzës së tij, për çka edhe dyshohet se u krye e gjithë ngjarja në Glloxhan në nëntor të vitit 2021. Ai kishte vënë edhe orën e tij mbi arkivolin e vajzës së tij, e që dëshmonte edhe një hakmarrje të cilën pretendoi se e kishte betuar I njëjti. E po ashtu, për 2 vëllezërit, Kastriotin e Kreshnikun, prokuroria kishte thënë se I kishin në rolet e ndara se si do kryej vrasja, e cila ishte shtyr nga babai I tyre. Autobusi në të cilën u vran 3 persona tashmë gjendet brenda hapësirave të stacionit policor në Klinj. Kujtojmë se me 10 korrekt 2026, në ditën kur pritej shpallja akt gjykimit për këtë rast, trupi gjykues vendosi ta rihap shqyrtimin gjyqësor. Kryetari I trupit gjykues, Leon Përlaska, kishte thënë se gjykimi u rihap pasi prokuroria, në fjalën përfundimtare, I u referua një video incizimi të akuzuarit Kreshnik Mehmetaj, duke gjuajtur me armë në bjeshk. Sipas Përlaskës, ky pretendim nuk ishte përmendur asnjëherë më parë gjatë gjykimit. Prokuroria në fjalën përfundimtare kishte pretenduar se arma që shihej në një video ishte arma përdorur nga dorasi për kryerjen e vrasjes së 3 fish në Glloxhan. Tutje, gjyqtari Përlaska kishte thënë se policia gjatë hetimeve kishte kontrolluar pikërisht vendin ku prokuroria kishte pretenduar se Mehmetaj shihej duke gjuajtur me armë. Në atë vend, sipas tij, nga AFK-ja ishin ekzaminuar 13 gëzhoja dhe një plumb përmes ekspertizës balistike, por as kjo provë nuk ishte paraqitur dhe administruar gjatë gjykimit nga prokuroria. Me qëllim të sqarimit të këtyre rrethanave, me 19 gusht 2026 ishte mbajtur edhe një seancë. Akt akuza ngritur nga prokuroria e PE-s ishte bërë publike përmes një konferencë të këtij institucioni ku ishin shpalosur detaje mbi veprimet hetimore të ndërmarra. Ngjarja ndodhur në Glloxhan ishte konsideruar tronditse edhe për opinionin publik. Arrestimi I të akuzuarve kishte ndodhur 15 ditë pas ngjarjes së rëndë.